Kërko kuptimin e jetës suaj, një udhëtim sokratik për të jetuar me thellësi dhe qëllim. Para se të ndiqni artikullin, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të lini komentin tuaj. Filozofia e Sokratit është një ftesë për të ndërmarrë një udhëtim të brendshëm, një sfidë për të jetuar me vetdije dhe për të gjetur kuptimin e jetës përmes pyetjeve të thella dhe reflektimit të vazhdueshëm. Sipas Sokratit, kuptimi i jetës nuk është një përgjigje e gatshme që mund të gjendet në libra apo të transmetohet nga të tjerët. Është një zbulim personal që lind nga guximi për të sfiduar veten, për të zhvilluar vetdijen dhe për të eksploruar mundësitë e pafundme të ekzistencës. Në këtë artikull të zgjeruar do të thellojmë 3 dimensionet kryesore të qasjes sokratike: sfido, zhvillo dhe zbulo, për të kuptuar se si mund të jetojmë një jetë më kuptimplote, duke ndjekur metodën e tij të reflektimit dhe dialogut të brendshëm. Sfido vetveten, guximi për të vënë në dyshim çdo gjë. Sokrati, i njohur si Miza e Athinës për aftësinë e tij për të trazuar mendjet e bashkëqytetarëve, besonte se një jetë pa reflektim është një jetë e humbur. Parimi i tij i famshëm, një jetë e paekzaminuar nuk ja vlen të jetohet, mjafton të ndalemi dhe të vëmë në dyshim themelet e besimeve, zakoneve dhe zgjedhjeve tona. Shpesh ne jetojmë në autopilot duke ndjekur rrugë të paracaktuara nga shoqëria, familja ose presioni për të përmbushur pritshmëritë e të tjerëve. Por Sokrati na pyet, a je ti vërtet në kontroll të jetës tënde, apo thjesht po ndjek një skenar të shkruar nga të tjerët? Metoda sokratike, një proces pyetjesh të vazhdueshme për të arritur në thelbin e një ideje, është një mjet i fuqishëm për të sfiduar veten. Për shembull, imagjino që thua, dua të jem i suksesshëm. Sokrati do të pyeste, çfarë është suksesi për ty? A është fama, pasuria apo diçka tjetër? A mund të jesh i suksesshëm pa qenë i lumtur? Këto pyetje mund të duken të thjeshta, por ato zbulojnë shtresa të reja të mendimit, duke na detyruar të përballojmë pasiguritë dhe kontradiktat tona. Për të zbatuar këtë sfidë në jetën tënde, fillo me pyetje themelore. Pse bëj zgjedhjet që bëj çdo ditë? A jam duke ndjekur një qëllim që më përket mua, apo thjesht po plotësoj pritshmëritë e të tjerëve? Çfarë do të ndryshoja në jetën time nëse do të kisha guximin të isha plotësisht i sinqert me veten? Këto pyetje mund të jenë të pakëndshme, sepse ato na detyrojnë të dalim nga zona e rehatisë dhe të përballojmë frikërat tona, frikën e dështimit, të gjykimit ose të ndryshimit. Por, siç na mëson Sokrati, kjo është pikërisht ajo që na bën të rritemi. Sfida e vërtetë është të kesh guximin të vazhdosh të pyesësh, edhe kur përgjigjet janë të vështira ose të paqarta. Një ushtrim praktik për të filluar është të zgjedhësh një aspekt të jetës tënde, karrierën, marrëdhëniet ose një qëllim personal dhe të bësh 5 pyetje pse rresht. Për shembull, nëse thua, dua të kem një punë më të mirë, pyet, pse dua një punë më të mirë? Pasi të përgjigjesh, pyet sërish pse për përgjigjen tënde dhe kështu me radhë. Ky proces mund të zbulojë motive të fshehura dhe të ndihmojë të kuptosh çfarë ka vërtet rëndësi për ty. Zhvillo vetdijen, rruga drejt mençurisë dhe autenticitetit. Sokrati besonte se mençuria e vërtet fillon me pranimin e kufive të dijes sonë. Shpreha e tij e famshme, e di që nuk di asgjë, nuk është një shenjë dobësie, por një qëndrim i fuqishëm i hapjes ndaj të mësuarit dhe rritjes. Për të zhvilluar vetdijen, duhet të jemi të gatshëm të shohim veten ashtu siç jemi, me të gjitha të metat, ëndrat dhe potencialin ton. Zhvillimi i vetdijes kërkon reflektim të vazhdueshëm dhe ndershmëri brutale. Sokrati na nxit të pyesim: çfarë vlerash drejtojnë vendimet e mia? A janë këto vlera vërtet të mia apo të huazuara nga të tjerët? Si ndikojnë zgjedhjet e mia tek njerëzit përreth meje dhe tek bota? A jam duke jetuar në përputhje me atë që besoj, apo po e traftoj veten për të kënaqur të tjerët? Për shembull, imagjino që ndihesh i pakënaqur në punën tënde. Një qasje sokratike do të të nxjisë të pyesësh, pse ndihem kështu? A është kjo punë në përputhje me vlerat dhe qëllimet e mia? Çfarë do të bëja ndryshe nëse nuk do të kisha frikë nga pasojat? Ky proces mund të çojë në zbulime të rëndësishme, si për shembull të kuptosh që ke zgjedhur një karrierë për siguri financiare, por ajo nuk të përmbush shpirtërisht. Për të zhvilluar vetdijen, Sokrati na këshillon të krijojmë hapësirë për reflektim. Në botën moderne, ku jemi të bombarduar nga shpërqendrimet, kjo mund të jetë sfiduese. Provo të praktikosh kohën sokratike një moment çdo ditë ku ulesh në qetësi dhe reflekton mbi një pyetje të thellë. Për shembull, mund të pyesësh, çfarë më bëri të ndihem i gjallë sot, ose si mund të jetoj nesër në mënyrë më autentike? Shkruaj përgjigjet në një ditar për të ndjekur evolucionin e mendimeve të tua me kalimin e kohës. Një tjetër mjet i fuqishëm është të kërkosh këndvështrime të jashtme. Sokrati shpesh angazhohej në dialog me të tjerët për të sfiduar idetë e tij dhe për të mësuar nga pikpamjet e tyre. Fto një mik të besuar ose një mentor për të diskutuar një pyetje të rëndësishme, si, çfarë mendon se më bën unik? Këto biseda mund të ndriçojnë aspekte të vetes që nuk i ke vënë re më parë. Zbulo kuptimin, një udhëtim i vazhdueshëm dhe dinamik. Për Sokratin, kuptimi i jetës nuk është një destinacion përfundimtar, por një proces i vazhdueshëm zbulimi. Çdo njeri ka një rrugë unike dhe ajo që i jep kuptim jetës tënde mund të ndryshojë me kalimin e kohës.
Sokrati na mëson se kuptimi lind nga veprimi, reflektimi dhe gatishmëria për të përshtatur rrugën tonë, ndërsa mësojmë më shumë për veten dhe botën. Për të zbuluar kuptimin, fillo duke eksploruar atë që të ndes pasionin. Pyet veten: çfarë aktivitete më bëjnë të harroj kohën? Kur ndihem më i lidhur me veten dhe me të tjerët? Çfarë lloj ndikimi dua të lë në botë? Për shembull, nëse zbulon se ndihesh i përmbushur kur krijon diçka, qoftë art, shkrim apo një projekt, kjo mund të jetë një shenjë se kuptimi i jetës tënde lidhet me shprehjen krijuese. Vepro menjëherë, fillo një projekt të vogël, reflekton mbi përvojën dhe pyet: si më bëri kjo të ndihem? A dua të investoj më shumë kohë në këtë drejtim? Sokrati na nxit gjithashtu të jemi të hapur ndaj ndryshimit. Jeta është e paparashikueshme dhe ajo që i jep kuptim jetës tënde në 20-tat mund të mos jetë e njëjta në të 40-tat. Për shembull, në një fazë të jetës, kuptimi mund të lidhet me ndërtimin e një karriere, më vonë mund të zhvendoset drejt kultivimit të marrëdhënieve ose kontributit në komunitet. Qasja sokratike na mëson të jemi fleksibël dhe të vazhdojmë të pyesim veten ndërsa arritemi. Një ushtrim praktik për të zbuluar kuptimin është të krijosh një vizion personal. Merr një fletë dhe ndaje në 3 kolona. Gjërat që më japin gëzim, shkruaj aktivitete, njerëz ose përvoja që të bëjnë të ndihesh i gjallë. Vlerat e mia kryesore, identifiko parimet që të udhëheqin, si ndershmëria, krijimtaria ose dëmshuria. Si mund t'i ndjek këto? Për çdo element në 2 kolonat e para, shkruaj një hap konkret që mund të ndërmarrësh për të integruar më shumë nga ajo në jetën tënde. Ky vizion mund të shërbejë si një busull për të orientuar zgjedhjet dhe veprimet e tua, duke të ndihmuar të jetosh në përputhje me atë që ka vërtet rëndësi. Përfundim, një jetë e vlefshme në dritën e Sokratit. Sokrati na lë me një trashëgimi të fuqishme, një thirrje për të jetuar me vetdije, për të sfiduar supozimet tona, për të zhvilluar mençurinë dhe për të zbuluar kuptimin e jetës përmes një udhëtimi të vazhdueshëm reflektimi dhe veprimi. Kërkimi i kuptimit nuk është një detyrë e lehtë, kërkon guxim, durim dhe ndershmëri, por është një nga aventurat më të bukura të ekzistencës njerëzore. Sot, bëj hapin e parë. Merr një moment për të pyetur veten: çfarë do të thotë për mua të jetoj një jetë me kuptim? Mos u shqetëso nëse përgjigjja është e paqartë. Vazhdo të pyesësh, të reflektosh dhe të veprosh. Siç na mëson Sokrati, kuptimi i jetës nuk gjendet duke pritur që dikush tjetër të tregojë rrugën, por duke guxuar të eksplorosh thellësitë e shpirtit tënd.